Ka mbetur afate dhe 30 deri tek zgjedhja e presidentit ose vendi shkon në zgjedhje. Këto janë duke theksuar fuqishëm këtyre ditëve edhe njohës të kushtetutës e ligjeve e kështu me radhë. Do diskutojmë atë se çfarë mund të ndodhë gjatë këtyre ditëve. Ka pasur zhvillim ajda, ka pasur takime, por gjithsesi deri në momentet që po flasim nuk ka një emër të propozuar që është arritur edhe me marrëveshje e kështu me radhë. Ndërkohë që takime pritet të mbahen edhe sot, pra pritet që kryeministri Albin Kurti të takohet me Lumir Abdigjiko nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për gjitha këto do të flasim, bashkë me neve në studio është Besnik Shabiu. Besnik, mirë se vjen. Si gjithmonë. Njëri prej opsioneve për president. I vetë shpallur. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, do të nisim me analista. Si shduket, emri presidentit ka lënë ka zyret e të shtatshit. Mbos kësaj. Tash kemi një emër si duket. Ndërkohë përmes një lidhje direkte bashkë me neve do të jetë edhe Valdet Hoxha avokat, si dhe zotri Salih Rexhaj. Nuk e di nëse i kemi gati? Po. Po më ndëgjoj mirë. Mirë se vini në Kosova Live. Gjithashtu. Kanali njëjtë, tema e njëjtë, po shohim nëse do të ketë zhvillim sot, nëse do të ketë emra të tjerë. Besnik, po filloj me juve me që ju kemi në studio. Nga gjithë këto që pam edhe takimin në vikend, ku qëndrojmë sa i përket çështjes së presidentit? Në fakt po duket që veç detet po ndrojnë, por jo edhe pozicionet edhe qëndrimet e partive politike. Ndonë se po tentohet krijohet një farloj përshtypje që dikush po dënë më shumë se dikush tjetër me i dhonë kësaj situatës zgjidhje. Në fakt, po shihet që asnjëra prej partive politike nuk e ka seriozisht me situatën. E kemi cek edhe herën e fundit se po na bjen fatkeqësisht për shkak që jemi duke u përsërit temat, nuk është faji te na realisht, po është faji për shkak të situatës së tillë, e cila nuk po lëviz, por jemi në një gjendje të njëjtë tash sa kohë dhe pavarësisht parashikimeve që mundimi me i bë, nuk është mendoj që debatet të cilat po zhvillohen nëpër studio televizive, kush po ja qëllon e kush s'po ja qëllon, kush do të jetë kandidati, kush do të jetë kandidati, këto janë fatkeqësi realisht. Kjo tregon se në çfarë gjendje kjo klasë politike ka sjell vendin, në vend që këto ditë realisht diskutonim cili kandidat mund të merr më shumë pëlqimin e deputetëve, cili jo. Ne sot jemi në ditën e hanë dhe jemi shumë afër, thatë jo dhe 3 ditë jemi drejt përfundimit të orarit të parapar, domethënë kohës afatit parapar kushtetues, dhe të diskutohet ende për temat e njëjta, të diskutohet ende për mungesë edhe të një kandidati potencial që mund të jetë për president, përkundër lakimit të shumë emrave që i kemi parë këtë ditë. Kemi pas edhe individ të cilët janë vetë afru, domethënë vetë kandidu në farë forme, por fatkeqësia e gjithë kësaj është që ende nuk e kemi zyrtarisht të shpallur asnjë kandidaturë, asnjëri prej kandidatëve për cilët është diskutuar tash e sa kohë, nuk i ka marrë ato 30 nënshkrimet e famshme që t'i futet procedurës. Në anën tjetër, ajo që kemi pa nga takimi i fundit i zotri Hamzat dhe zotri Kurtit, prapë domethënë përfundimi ishte pas një rezultat. Domethënë dilet ditën e shtunë, nëse s'gaboj ishte takimi, të dilet nga i takim kur jemi veç në prag të kësaj situate, thuhet që ende nuk e kemi asnjë emër. Po doli diçka tjetër. Tha që propozime do t'i bëjnë secili subjekt politik. Tash ndroj pak. Tash fillimisht u diskutua që do të flitet për një kandidat konsensual. Kandidati konsensual u pa që nuk po arritet, ajo manovra e djallëzuar në thojza, duke tentuar me fut emra nga familja Jashari, nuk rezultoi me sukses, fatmirësisht nuk rezultoi me sukses. Në anën tjetër, po diskutohet për një marrëveshje politike, tashmë unë mendoj që për marrëveshje politike është shumë vonë, sepse marrëveshja politike ishte dashur me u kry para se të zgjedh qeveria, domethënë nëse kish më qenë diçka serioze mes partive politike. Në anën tjetër, tash e fundit si opsion po mbetet emra nga partitë politike, domethënë nga takimi i fundit e pam që siç duket edhe Partia Demokratike e Kosovës, kësaj role ka vendosur më bë pjesë e lojës, sepse herën e fundit në vitin 2021 e di mirë, përkundër numrit më të vogël të deputetëve në atë kohë, LDK-ja po ashtu i ka pas 15 deputet, ndërsa PDK-ja i ka pas 19. Në atë kohë pjesë e asaj loje ishte bë Lidhja Demokratike e Kosovës, siç duket PDK-ja kësaj role nuk ka dëshiruar me qëndru indiferente, por ka dashur me u përfshi në këtë debat dhe siç duket PDK-ja është më afër një diskutimi, domethënë është një diskutim më i përafërt me vetëvendosjen.
nuk e dim ende, nuk ja kam as idenë më të vogël se kush mund të jenë emrat potencial. Flasim prapë, se kemi ende kohë tek Rexha, dua të ndalim pak me që përmend edhe familjen Jashari. Rexha, javën e kaluar pra u bë ditur se nuk ka interes nga familja Jashari për të kandiduar, por në anën tjetër e dëgjuam Kurtin që e tha që pikërisht nga kjo familje dikush do të ishte një emër adekuat. Çka po mundohet të tregoj dhe të bëj me këtë Kurti? Pra me insistimin e tij që gjithsesi nga familja Jashari do duhej dikush dhe do të ishte adekuatin. Po kjo ishte faktikisht kjo ishte një lloj sulmi mbi Murat Jasharin. Sa ai nuk e kishte në asnjë variant që ta emëronte Muratin për president, po e kishte për qëllim që ta emëronte si e ka emrin ai që ishte kryetari Skënderaj. Bekimin, po. Ai ka qëllim ka pas Bekimin, se Bekimi i ka përkrah vetë vendosen, është nënshtrohet ma lehtë, ndërsa deklarata e Muratit se askush nga Jasharajt nuk mund të vi, ja mbylli rrugën, dhe ai në një farë mënyrë ju sulmoi Bekimin, Muratin, se megjithatë unë mendoj se ishte më e mira, duke ja lënë në një farë mënyrë fajin. Edhe kjo që tha avokati se do të kandidohen, do të ketë kandidat partijak, kjo e ka, është me sherrë, është me hile, si me thonë. Sepse mund të ndodhë, pra në këtë rast që secila parti të propozoj një kandidat, ku është hilja? Po problemi është aty se asnjëna nga partitë opozitare nuk i ka nënshkrimet. Do të thotë Kurti ja jep 8 nënshkrime PDK-s, 15 Lumirit, edhe vetë e kandidon një. Do të thotë hinë gara dihet fituesi, do me thonë kjo është loje Kurtit, aty nuk mund dalë asnjë president, vetëm nëse nënshtrohet opozita as shumë sa të them kështu të shtrihet për to. Përndryshe kjo variant nuk është as marrëveshje, kjo është garë ku dihet fituesi, sepse në rundin e tretë presidenti zgjedhet me 61, Kurti ka 66 vota të sigurta, ashtu që shikati për qeveri dhe për krye parlamentar, prandaj unë mendoj se opozita nuk duhet të nënshkruhet, kushtimisht po them opozita se Lumiri nuk është opozit. Lumiri është as andej, as këndej, ai faktikisht e la Kurtin në pushtet, se me zgjedhjet në shkurtit na e kishim shumicën për ta formuar qeverin, po nuk e di, unë nuk e kuptoj Lumir Abdigjikun. Me logjik politikanit, me logjik partijake, unë nuk e kuptoj se cili është qëllimi i tij, a do të ruaj vjosën aty gjatë që po shihet se nuk do të vjen shprehje, se Kurti nuk ja jep votat, dhe po them, unë hera parë një teme që shoh opozitë që një vit nuk ulen kur me zveti për me bërë një strategji, se është fakt se Kurti i ka 51%, por nëse dona edhe presidentin atëre ka pushtetin 100%, e kjo nuk i takon në asnjë mënyrë. Kalojmë tek Hoxha, të marrim edhe një opinion të parë se ku është që jemi me çështjen e presidentit. Mund të kemi një emër apo vërtet vendi mund të shkojnë në zgjedhje prapë? Emra padyshim që do të kemi, por po ashtu padyshim do të shkojnë në zgjedhje, sepse nuk ka asnjë mundësi që më thënë se deri tani nuk ka marrëveshje politike, atëherë të ketë një emër, sepse ka vetëm një variant kur mund të kemi president. Pra nëse LVV e pranon kandidaturën eventuale sot nëse jep zoti Abdigjiku. Vetëm ky opsion i ndalon zgjedhjet. Përndryshe, në asnjë variant tjetër nuk mund të kemi president, sepse opozita nuk i ka 30 vota për nënshkrime, ndërsa partia në pushtet nuk i ka 80 vota. Prandaj kjo është vetëm garë për ta fajsuar njëra tjetrën, përveç nëse po them dhe po përsëris, vetëm një opsion është i vetëm për t'i eliminu zgjedhjet. Po a është një opsion tjetër, një pyetje që po bëhet në rrjetet sociale dhe do ta bëjmë edhe këtu, se me siguri do të hap edhe debat. Apo gabon Kurti që nuk po e propozon Vjosa Osmanin? Po mbetet, ne nuk shiko. Në bazë asaj që po shohim, janë ftohur raportet mes Kurtit dhe zonjës Osmani, prandaj nuk i konvenon Kurtit një figure fuqishme, ekuivalente me të. Nuk e pranon Kurti këtë, prandaj nuk do të jetë e propozuar prej tij zonja Osmani, në të kundërtën të tjerët PDK-t është deklaruar par dje që
do ta votoj vetëm kandidatin që do ta propozoj vetë. Prandaj po them unë kam mbetur vetëm një opsion, pranimi i kandidatit apo kandidatës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse ajo është interesuar. Përndryshe do të shkojmë në fatin 45 ditor në zgjedhje që nga pas nesër. Besnik, me që u përmend Vjosa Osmanit, flasim pak edhe pra që pëndon në teren, këto video që po qarkullojnë në rrjetet sociale, ku një qytetar i tha Vjosa Osmanit mos lëshop edhe, ajo tha hiq nuk do të lëshojmë. Pastaj kjo përkraja publike që po i bëhet për personazheve tjera, në çfarë pozicioni mund të themi se është Vjosa Osmani tash, në çfarë situate? Po, është evidente që zotri Kurti e ka kuptu fuqin e Vjosa Osmanit, sidomos këtë periudhën e fundit, ka qenë kryefjala, ndoshta edhe në arenën ndërkombëtare si emër, edhe është normale që unë shpesh e përdori një fjali, thëm, politika dëmton seriozisht shëndetin për ata që e marrin afër zemrës. Këta janë akter politik dhe normalisht kalkulojnë cili po arrin me kriju fuqi më të madhe në arenën politike. Normalisht që për Kurtin ripozicionimi Vjosa Osmanit si një faktor i rëndësishëm nuk është lajm i mirë, sepse edhe një 5 vjeçar tjetër normalisht që do ta fuqizoj edhe më shumë zonin Osmani dhe kjo për Kurtin për tarmën e tij mund ta konsideroj si të rrezikshme në aspektin politik, do ta bëj po besoj të pamundurën që të mos ketë në asnjë variant mos të krijohet hapësira që Vjosa Osmani të jetë kandidate potenciale, sepse për mendimin tim mendoj që Vjosa mund t'i merr votat. Edhe Kurti besoj është i vetëdijshëm për këtë, për shkak edhe të presionit ndaj opozitës, sepse jemi në një situatë kur opozita në farë forme mendoj që e ka prit mirë faktin që nuk është propozuar zonja Osmani. Pse e ka prit mirë? Sepse e kanë ditë që para kësaj përballje, nëse ata nuk do të shkonin, spaku nuk do t'ja bënin korumin prej 80 deputetëve që t'i merr votat në rundin e tretë, shkuaren në një palë zgjedhje të radhës dhe pozicionimi i Vjosa Osmanit prapë me zotri Kurtin, po besoj që për opozitën kjo nuk ishte me qenë shumë e favorshme marrë përballë situatën aktuale politike. Na tash mundna me pretendu forma ndryshme, por kjo është realiteti me cilin po jetojmë. Ja, nuk ishte me qenë më okay me shikuar të ardhmen e vendit me Vjosa Osmanin në kuptimin që mos shkojmë prapë në zgjedhje, se besoj që nuk na duan hiç asgjë, se sa me shikuar të ardhmen e Kurtit me Vjosa Osmanin. Kjo është diçka tjetër. Kjo është në vullnetin e plotë të partive politike në këtë rast, sepse ata e bëjnë lojën atje në kuvend dhe ata vendosin a i kanë 80 vota ose jo. Nëse në këtë rast po shihet një pozicionim i qartë i partive politike, në këtë rast i pari një farforme përmes zërave të tjere, po me dhe kryesuesën e grupit parlamentar Lëvizjes vendosje, e cila disa herë ka ricek që dhe ka dalë me një hipokrizi të llojit të vet, duke thonë që Vjosa Osmani ka qenë fantastike në prezentimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, por nuk i kemi 80 vota. Që realisht vendosja nuk i ka pas 80 vota as vitin 2021, por i ka bën nga LDK-ja. Në anën tjetër, për më lidh me avokatin, nuk jam i sigurt që situata mund të mos zgjidhet vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse i kemi pas 2 deputet, të cilët gjatë gjithë kohës kanë qenë këgjë kundërshtar të asaj që a do të marrin pjesë kësaj radhe për t'ja bërë korumin Vjosa Osmanit apo jo. Kemi rastin e zotëri Abdullah Hoti dhe zonjën Hikmete Bajrami, por ka edhe vetë Kurti në disa raste ka potencu që me LDK-n nuk është 100% e sigurt situata. E vetë një situatë më serioze është ka qenë realisht, ajo shkoi më kandidati konsensual që po duket totalisht i pamundur, dhe në anën tjetër një situatë tjetër hipotetike mund krijohet korumi me PDK-n. Por cila është logjika? Unë ende nuk po më kuptu cila kish me qenë logjika që PDK-ja me i bë 30 nënshkrime nga 8 deputet të Lëvizjes vendosje dhe për të shkuar në garë. Mirë, po të jemi të qartë diçka atë ditë nga fjalimi i zotëri Hamzës, ai e ceku në fund tha që dihet, tha, do të thonë e la mundën kuptu që nëse veç vinë kandidatët nga partit, tha dihet se çka do të ndodhë. Kjo dihet se çka do të ndodhë e la mundën kuptu që vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja, sepse me bindjen time nuk besoj që Partia Demokratike e Kosovës do t'ja bëj korumin, duke e ditë që asnjë format kandidati PDK-s nuk mund t'i merr shumicën, edhe nëse bëhen 2 partit bashk, absolutisht prap do të shkojë tutje kandidati nga vetvendosja. Dhe cila do të jetë logjika që PDK-ja t'ja mundsoj Kurtit pushtetin absolut, ta ketë edhe kryeministrin dhe të njëjtën kohë ta ketë tash edhe presidentin nga partia e vet. Edhe zotrin Rexha, ja pajtoheni që ajo çfarë tha zotri Hamza pas takimit, nënkupton që opsioni tashmë për të shkuar në zgjedhje edhe mund të ndodhë, është afër. Po na do ta presim edhe sot takimin mes Kurtit e Abdigjikut, edhe ta shohim se ç'është po përfundon, se
sipas një matematike thime, nëse kandidati për president është i Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë i kanë votat. Se 66 dhe 15, ta marrim sa i Gedzva i djali nuk e voton LDK-n, 80 vota janë. Prandaj, po nuk e di tash se sa është i gatshëm Kurti se ta bëj këtë kompromis. Përndryshe, unë e kam dëgju dhe një informat, por nuk e di sa është të sigurt, se Abdi Xhiku shkon me opcionin që të hyjë në qeveri, ti marrë disa opozita dhe ta votoj presidentin e vetë vendosjes, po atëre del në pak kjo që tha kolegu aty se disa deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës mundën me i dalë prej dore, thjesht mos me votu, edhe na përsëritet prapë situata dështim, do me thënë shkojmë nga zgjedhjet. E kam edhe një pyetje për Vjosa Osmanin, duke ditur pak këto raportet me ndërkombëtare dhe pozicionimin në arenën ndërkombëtare. A mendon që mund të ketë një insistim ndërkombëtar për Vjosa Osmanin? Po unë sa e përcjelli Vjosën që 5 vite, ajo zakonisht i ka çdo gjë që e ka politikat e Kurtit edhe në raport me Bashkinë Ndërkombëtare nuk i ka përkrah. Nuk i ka kundërshtu, dhe me thonë ka qenë lojale, ka qenë notere Albin Kurtit, e me këto 2 takime që u takua me Trumpin këtu në Davos, apo me zyrtar tjera Amerikan, ato takime do të realizonte secili presidenti i Kosovës, aty është ftuar Kosova, nuk është ftuar Vjosa. Ajo mundua që ta kapitalizoj atë, po Përfaqësuesja e Kosovës. Rrethin në votuesit e Kosovës, situatën në Kosovë, ajo nuk i bën ndonjë dobi përkundrazi nëse Kurti e shesi rrezik se do ta zaventsoj ajo apo do të jetë më e fortë se ai nuk do ta përkrah. Po nga ana tjetër na duhet me ditë se edhe me dasht Kurti me propozu Vjosën, me të vërtet nuk i ka vota. Po thoni që në pikën që jemi, Vjosa Osmani është një, le ta themi kushtimisht, një kartë e djegur për të qenë president dhe për të mos shkuar vendin në zgjedhje. Absolutisht, nëse nuk ka qenë gjendje që t'i siguroj 30 nënshkrime vetë, po vetë vendosin, atëre nuk ka Se kemi pak të ditë një lloj fushate për Vjosa Osmani edhe nga stafi, duke folur për punën e saj dhe angazhimin e saj. Në cilin do kombinem, nëse zotri Kurti e kish edhe sot nëse kandidat Vjosa Osmani, në nesër, po edhe të mërkurën, jo mi bindë që Vjosa Osmani do t'i merr votat për presidente, sepse nuk ka as një logjik që kjo opozit në këtë gjendje me refuzu Vjosa Osmani si kandidate për presidente dhe me shku edhe një pa zgjedhje të reja. Nuk e shoh gjendje, nuk e shoh taf, nuk e shoh të gatshme që me dalë dhe mu përballë edhe njerë me elektoratin, duke e refuzu Vjosa Osmani si presidente. Kjo pikpamja e zotri Rexha është tjetër, por përfaqësimi Vjosës në arenën ndërkombëtare nuk mundet me u mohu. Edhe ka pas momente të caktuara kur Vjosa Osmani ka pas kundërshtime edhe me zotri Kurtin, dhe në disa raste ja ka të rejkë në thojza kështu vretjen, edhe në aspektin ideologjik, tash jemi qartë diçka. Edhe kur janë bë bashkë zotri Rexhaj, s'ka asnjë Vjosa Osmani dhe zotri Kurti s'ka asnjë lidhje ideologjike. Faktorin ndërkombëtar, njeriu të preferuar në Kosovë ka Vjosa Osmanin. Dhe ata nuk e mohojnë edhe aspektin e paqes në epokë, gjithsesi një kontakt të afërt me Trump, që jo me gjithë ishte. Dhe ne e dim që për 5 vite, as zotri Kurti dhe as kush nga lëvizja vetëvendosje nuk e ka pas asnjë takim serioz me dikon nga State Department. Mendon që një sistem ndërkombëtar mund të kryente punë për Vjosa Osmanin? Unë mendoj që kjo është e fundit dhe nuk e di sa mundet me një farë forme, deri sa mundet me u nshu bashkësia ndërkombëtare për me bë kësaj lloj presionesh, nuk e di tash. Sepse absolutisht, sepse ne thirremi në demokraci dhe besoj edhe ata nuk për momentin është çështje tjera tu. Nuk kanë ndihmuar me kriju një vend duke na imponuar gjëna, megjithatë në situata të caktuara nëse shihet që po rrezikohet demokracia kështu me radhë, normalisht që mundet me ndërhyjë edhe faktorin ndërkombëtar. Por kur mundet me ndërhyjë, kur e shohin ai lojë të rrezikshme në këtë rast edhe të vet aktorëve, në këtë rast zotrit Kurti, i cili me nxipret me kriju kësi lloj situatash që ka kriju sot, me kriju kësi lloj paqartësisht, apo e sheni sot është e hanet, domethënë jemi komplet paqartë dhe krejt ne e dim që është në dorën e zotrit Kurti, sepse i ka 66 vota. Asgjë nuk mundet të mos zgjidh. Edhe periudhën që e përmendi zotri Rexha për zotin Abdi Xhiku, në periudhën e nënshkurtit. Dëgjoj, është ditë që ka me ardhur situata e presidentit. Dhe po besoj që zotri Abdi Xhiku e ka pas parasysh që në një situatë të tillë që do të krijohet në mars, prapë do të rrezikojë ajo qeverisje që ka mujt me qenë shumë afat shkurtë. Kështu që
Partit politike, kandidatët potencial, ata kalkulojnë edhe për fatin e vetë politik. Për fatkeqësisht për LDK-n, zotëria Abdigjikut ajo ju akmerr dhe në farë forme e morr dënimin e gjitha partive politike e morr vetë zotëri Abdigjiku. Por a ka pas me arë kjo situatë që e kemi sot, ka pas me arë, sepse edhe me ato numra, zotëri Kurti ka qenë kryesori. Do të thonë prapë ka pas shumicën e deputetëve, prapë ai kishte me vendosë se kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës. Kështu nuk mundna me mohuna as rezultatin e nënshkurtit, as rezultatin e 28 dhjetorit që akteri kryesor i zgjidhjes së këtij ngërë që është vetëm zotëri Albin Kurti. Ata pyetën me zotin Hoxha, sepse lan mande reagimin po. Hoxha, po ndoshta me u lidh këto ajda, fal. Te 28 dhjetorit. Po, Rexha, i tash do të japim fjalën se pashë nuk po pajtoheshit me Besnikun. Hoxha, duke pas parasysh të rezultatin 28 dhjetorit, pra Kurti vetëvendosje i fitoi bën shumë zgjedhje. Çka i konvenon kjo situatë Kurtit që prap vendin ta çojë në zgjedhje? Shiko, nuk është që i konvenon shumë, por nuk i pengon, sepse buxheti ka kalu, marrëveshjet ndërkombëtare janë votu, paga e 13 del në fund të muajit mars, ndërsa zgjedhjet do të mbahen muajin prill, kështu që nuk është që i kushton shumë mbajtja e zgjedhjeve. Prandaj këto momentet fundit ai po kalkulon që përgjegjësinë për dështimin e zgjedhjes së presidentit apo presidentës ta mbar tek opozita. Është i vetmi kalkulim. Përndryshe nuk ka asnjë mundësi të zgjedhet presidenti në qoftë se, po e them dhe mbani për fjalë, vetëm qoftë se pas takimit të sotëm me Abdigjikun, lëvizja vetëvendosje, dhe kur them lëvizja vetëvendosje them Albin Kurti, e pranon kandidaturën e LDK-s, atëherë do të kemi zgjedhjen e presidentit. Përndryshe, zgjedhjet janë pashmangshme dhe në fundit nuk ka asgjë të keqe. Demokracinë e lëndon mos mbajtja e zgjedhjeve, jo mbajtja e zgjedhjeve, sidomos tani kur nuk ka pengesa buxhetore, nuk ka pengesa të marrëveshjeve ndërkombëtare për të përfituar fondet e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Prandaj janë momente të lojës të fundit për t'i fajsu kampët ndërmjet njëra tjetrës. Por krejt varet nga gatishmëria e zotit Kurtit për ta pranuar kandidatin e Lidhjes Demokratike për president. Po. Rexha, me çka nuk po pajtoheshit në atë çka po thoshte Besniku? Po, nëse do ta formonte qeverinë opozita si para një viti, nuk është e vërtet se do të vidin të ngërë si shkaku i presidentit, sepse presidenti do t'ja lenim vetëvendosjes dhe ata do t'a zgjedhin cilin do. Do me thonë ai arsyetimi i Abdigjikut ka qenë... Se s'kish provoku zgjedhje të reja. Me provoku zgjedhje të reja mundën çdo kohë. Pa arsye për me shku në zgjedhje nuk kish pas se ja kishim lanë, opozita ja kish lanë. Urna, propozoje kam dush, na ta votojmë. Edhe nuk e kom pa në këtë rrezik. Kjo ishte një arsyetim i cili faktikisht edhe nuk e përbin këtë arsyetim të Abdigjikut as votuesit dhe e dënuan. Ndërsa sa i përket Vjosës prapë po them se ajo nuk ka arrit që të distancohet nga Albin Kurti. Nuk është ajo fal politike e madhe mja prek krahun aty Trumpit apo me i thonë se të rras telefon nëse kemi problem me Serbinë, ato janë gjona cilat nuk luajnë rol të madh të politika amerikane. Politika amerikane ka pas probleme edhe gjatë mandatit Bidenit, edhe gjatë mandatit Trumpit, ka edhe sot probleme me udhëheqjen politike në Kosovë. Se ajo marrëveshje, kjo antarësimi i Kosovës në atë bordin për paqe, ajo ende nuk është dërguar në kuvend dhe nuk po shihet se është diku që ka plan Kurti që ta dërgojnë në kuvend, pra ai do ta bllokojë një si punën e ambasadës së Kosovës në Jerusalem. Do të thotë na nuk i kemi ndrejt raportet me prendimin, ata nëse i plotësojmë kushtet, ato kushtet që i kemi plotësuar për shembull në veri janë kthy serbët edhe nuk i kemi atje ma policinë edhe kryetarët me 1% vota, po është kthy prapë demokracia në veri, kuptohen se largohen sankcionet për cilat janë vendosur. Po ende Kosova ka punë për të mëdha për me fitu besimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Vjosa është vetmja presidente e cila nuk ka hinë shtëpi të bardhë. Shumë takime ndërkombëtare mund takohet, është taku aty këtu edhe Kurti, sa për fotografime, por nuk prit si përfaqësues i Kosovës në përkraje për shtëpisë së bardhë, ato nuk e ka arrit ende.
A flasim me emra krejt në fund, secili prej jush nëse do të ketë një marrëveshje me LDK-n, po se në do të ketë edhe me PDK-n, nuk i dihet, kush do të jenë emrat e propozuar, me cilët kurti mbase edhe mund pajtohet? Po nëse LDK-ja më kishte dëgju mu, vetëmi kandidat që kish propozu, kish qenë Vjosa Osmani. Më thonë, ky kish me qenë LDK-ja ish dash me propozu Vjosa Osmani, sepse nuk menoj që asnjë kandidat tjetër as nuk ka shpreh, domethënë, as nuk është vetë afru. Jo, s'është e pamundur, mendoj që është shumë e mundur, sepse kjo e para punës kish me ndihmu LDK-s vet, duke po këtë farë amullie që ka kriju kohë të fundit një parti që ka vujt për me pas një qëndrim qartë edhe me ditë njerëzit për çka qëndron. Edhe në anën tjetër, unë mendoj që vetëm sigurisë për Kosovën në arenën ndërkombëtare është Vjosa Osmani. Dhe nëse ne ja japim mundësinë Albin Kurtit me zgjedh kandidatin nga partia vet, këto që i tha zotëri Rexha, veç do të krijohen edhe probleme hala të reja më të mëdha, dhe zotëri Kurti do ta ketë mundësinë e plot që as mos i shty përpara agjenda ndërkombëtare as asgjë tjetër. I vetëm njëri në Kosovë që mundet me qenë lloj sigurese për rujtjen e raporteve me partnerin ndërkombëtar, në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që është vetëm një kandidatë potenciale që është laku këtë ditë, se s'kemi na emër tjetër, për mendimin tim është vetëm Vjosa Osmani. Zotri Hoxha ka qenë shumë pro familjes Jashari, që dikush prej tyre të jetë kandidat i jashtëm për president, ata më nuk janë. Kush zotri Hoxha mendoni se duhet të jetë emri propozuar? Natyrisht që emër nuk kam, mirë po LDK nëse propozon si të tillë, mund të jetë, ka shumë ish ambasador aktual të cilët kanë politikë, janë duke zhvillu politikë aktive, pra unë nuk besoj që emri luan, natyrisht ka shumë rëndësi emri kush është presidentit, por megjithatë pozita e presidentit shtetit ftohet në takime ndërkombëtare, hyn në zyra të rëndësishme ndërkombëtare, prandaj Kosova në përgjithësi edhe Lidhja Demokratike në veçantë si një parti me mjaft kuadër akademike mund gjej me 10 emra për këtë pozitë, por unë nuk besoj që është problematike. Në qoftë se do ta propozon sot njërin nga emrat që vërtet nuk kam asnjë ide se kush mund të jetë, por besoj që nëse është mund të jetë nga bota akademike, atëherë në qoftë se pranon zoti Kurti do të kemi evitim të zgjedhjeve. Por gjasat më të mëdha janë që të shkojmë zgjedhje. Unë jam i bindur që ti e keni emër Hoxha. Mund të jenë disa emra, por procesi e kërkon. Se PDK-ja nuk e ka dikon prej botës akademike që mundet edhe ma letë me i bo numrat se LDK-ja. Kosova din emrin. Rexhaj, kam përshtypjen që emrin nga ana jota veç e dim kush mund të jetë i propozuar, se na e ka thënë disa herë. E ka pas edhe një emër tjetër javën e kaluar, nuk e dija e ka ndruar. Se s'kam qenë. Përpos Aradina i besoj që. Po, Aradina i patjetër. Nëse unë i parashos Shumë herët keni lënë opsion realisht që Lumir Abdigjiku mund të jetë. Dhe pikërisht këto matematikat që po bën janë pikërisht për këtë interes. Për ata po pës. Po nëse shkojnë përmes interesit Kosovës, unë jam për Ramush Haradinajn. Se unë pak ma shumë jam këtu njeri që merret me çështjet sigurisë. Dhe antarësimi i Kosovës NATO do të ishte sa më shpejt do të ishte një e mirë e madhe shumë për Kosovën, për sigurinë e Kosovës. Dhe Ramushi ka kalu dhe në përzgjedhje, dhe ka dhe votën qaq sa i ka. Mirë po e kam pas edhe opcionin e dytë. Unë jam i bindur se këtë punë mund ta kryejë një njeri që ka pak përvojë politike, që ka marrë pjesë në procese. Është akademik Muhamedin Kullashi, cili ka qenë ambasador i Kosovës në Francë, dhe ai besoj se do të ishte i pranueshëm, nuk është partijak, do ta përfaqësonte Kosovën në mënyrë të denjë. Ndërsa sa i përket Abdigjikut, se bëhet president, e kam parapa këtë kalkulim se do të ishte një e mirë, se masi ai është i kështu vuan për pushtet, me të gjitha mjetet lufton, do të ishte një e mirë që nëse shkon ai president, edhe LDK-n do t'ja lëshonte frymën që demokratizohet edhe LDK-ja dhe ta marrë një forcë strese, përndryshe me Abdigjikun në krye, LDK-ja shkon duke u zvogluar. Kto kanë qenë për Abdigjikun nuk jam se president, se ai nuk ka lidhje ndërkombëtare, nuk e di sa e ka qasjen me sa mund të hyjë në shtëpi të bardhë të nxjerrat e antarësimin e Kosovës në NATO, nuk besoj se ajo është luftë nuk e ka bashkë. Veç falenderojmë Rexhajn. Veç po du me i thonë diçka zotë Rexhaj, sa i përket ambicjes, këtë politikanët janë aty për ambicie politike, se s'kanë shku atje për
Edhe shumë mirë kur ka për ambicia. Kryskoq. Po në fund ditës. Jo me qitë rand parë, para Se cili e ka në rand parë pozitën e vet, ata nuk janë atje nuk janë shoqat humanitare, po sa i përket pozitave që the, kur s'ka pas pozitë më të mirë zoti Abdigjiku se në zgjedhjet e 9 shkurtit me u fut me një kalkulim me vetvendosin edhe me marrë çfarë do pozitash, po nuk e ka pranuar një gjë tillë. Edhe bashkëresh kishit mujt me kalu, edhe që është në presidentit, edhe kish mujt me marrë çfarë do pozitash. Ka mendu si fiton 50%. Po jo, bre, s'ka mendu. Rexha edhe Hoxha, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte sot. Ju përshëndesim. Faleminderit shumë. Besnik me që kemi në studio, në 20 sekonda e du një përgjigje tona. E unë e bëj pyetjen 50 sekonda. Jo, pse kur në situata të tilla, kur vet ofrohen emra, madje edhe të njohur, edhe emra akademika për çështjen e presidentit, pse në përgjithësi e kemi një çështje me përqeshje ndaj kësaj, se mbase edhe ai emër që vetë ofrohet, mund të jetë një zgjidhje vetëm që në këtë situatë vend mos shkoj në zgjedhje. Pse ndodh kjo me ne si shoqëri? Është qartë që pa kalkulime politike nuk ka zgjidhje. Na mundna me pas preferenca caktuar me çfarë do bëhet ose akademike kështu me radhë, por e dim që të fund ditës vendos Albin Kurti, Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku. Kështu që njerëzit mund me u afru, me u vetë afru, por përderisa nuk kanë bashkëpunim të afërt me këta individ, atëherë do të jetë vetëm një propozim i dëshirës, asgjë më shumë. Diku 25 sekonda. Fati i zotit Arsim Bajrami, themi kështu profesorit. Po, faleminderit Besnik. Kënaqësi gjithmonë. Jemi këtu për